Pronarët e 20 kompanive që operojnë në zonën e ekonomisë në Hasanbek të Shkupit, me mbi 300 të punësuar e goditur nga vërshimet e fundit, kanë theksuar se dëmi që i shkaktuar atyre ka vlerën e mbi 15 milion eurove. Remzi Isaku ka thënë se si pasojë e vërshimeve kanë pusuar produktet e të gjitha kompanive të tij. Për posti, janë edhe pronarë tjerë që kanë kërkuar nga institucionet shtetërore të krijojnë mekanizma për vlerësimin e dëmeve të bizneseve që u goditën nga vërshimet e paradoditëve. Por kjo, thonë ata, duhet të bëhet pasi të ketë përfunduar evidentimi i dëmeve të popullatës civile. Të kërkojmë nga institucionet shtetërore, konkret nga qeveria, që të krijojë mekanizëm që të bëjë vlerësimin e dëmeve të bizneseve tona. E dyta, në këtë mekanizëm të kyçen institucionet relevante si dhe përfaqësues nga grupi i bizneseve. Dhe e treta, pasi të kaloj faza e parë emergjencës e njerëzve që kanë krizë të mëdha, të merren masa konkrete për ndihmë të këtyre bizneseve si dhe të njëjta të jenë pjesë e vlerësimeve të dëmeve. Isaku ka bërë të ditur se dëmi i shkaktuar në këto kompani është 100% dhe se të gjitha kompanitë janë taksapagues të rregullt. Edhe përkundër dëmeve të shkaktuara, pronarët e këtyre kompanive shprehen të gatshëm që t'ju dalin në ndihmë familjeve të dëmtuara nga përmbyqjet